shohet që kanë lëndë pesticide dhe lëndë të tjera helmuese dhe janë hedhur në treg nga një tregtar në Berat. Një ngjarje e cila ka çuar për shpërdorim të tyre dhe punonjës të institucionit të agjencisë të kontrollit ushqimor, të cilët kishin detyrimin ta bllokonin këtë ngarkesë, grumbulluesin po dhe personin shpërndarës. Çfarë mund ta thoni nga pikpamjet e drejtës penale dhe nga pikpamja e rrezikshmërisë shoqërore që ka hedhja këtyre mandarinave në treg, Bledi? Në fakt, marrësit, problemet lidhur me ushqimin janë problemet të hasura hershëm në këto vitet të ndryshimeve politike ose si quhet në këto vitet të demokracisë të vendit tonë. Nuk është vetëm problemi i frutave, siç është rasti konkret i mandarinave, por është tërësia e ushqimit. Në terminologji ligjore, ne me fjalën ushqim kuptojmë çdo prodhim i cili konsumohet nga njerëzit, është merret i përpunuar, gjysmë i përpunuar ose jo, pra mund të jetë bujqësor, lektoral i gjallë, siç është mishi, por edhe pijet, ku në to përfshihet duke filluar nga uji i pishëm, të cilin ne tash e blejmë, nuk e konsumojmë më që është masifikur, dhe duke vijuar pastaj me pijet e tjera, siç quhen lëngje frutash, pijet alkolike, produktet shtazore, siç është qumshi, kosi e të tjerë. Pra, gjithçka kjo që konsumojmë ne quhet ushqim. Për të rregulluar ushqimin ton, për shëndetin ton, shteti ka ngritur një institucion që funksionon aktualisht brenda Ministrisë së Bujqësisë dhe që quhet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ose në akronimin AKU, i cili rregullohet me një ligj të posaçëm dhe funksionon pastaj në bazë të disa ligjeve të tjera, siç është ligji për tokën, ligji për ushqimin dhe aktet nënligjore dhe rregullime që ose VKM nga Këshilli i Ministrave ose aktet nga Ministri i Përkatës. Megjithëse ne kemi një plus edhe parashikimet ligjore të kodit penal, siç u shpreh ti, të cilat ndalojnë importimin, eksportimin, prodhimin, nxjerrjen për konsum të ushqimeve të cilat janë të rrezikshme, por edhe të kimikateve të ndryshme, preparateve e tjerë. Pra pavarësisht se kemi një bazë ligjore, një gamë, ka dhe parashikim për ashtuara task forca mes institucioneve, për shembull Ministrisë së Ushqimit të Bujqësisë, me Ministrinë e Shëndetësisë të tjerë, me Policinë e Shtetit, po pavarësisht ne kemi një rregullator të tillë, pavarësisht se bëhen njoftime pafundme në shtyp me informacione, përsëri hasin probleme të tilla të thjeshta me ushqimet të kontaminuara, pra të helmuara, jo të prishura ose të kalpura, pra që është një fazë tjetër e këtij ushqimi që vjen pas mbajtjes ose ruajtjes ose kalimit të afat të skadencës. Helmimi ka rrezikshmëri më të lartë shoqërore, besoj. Po, çfarë proces ndodh në rastin konkret? Po, do ndjekim një insert, më fal, Bledi, do ndjekim një insert që ka përgatitur regjia dhe më pas se rikthehemi për diskutim, kam përgatitur një insert në cilin përshkruhet gjithë informacioni dhe pikpamja gazetareske. Ja ta ndjekim dhe pastaj rikthehemi përsëri për bisedë. Insertin ju lutem. Pas lajmit të publikuar për arrestimin e 3 të dyshuarve për skandalin e mandarinave, Prokuroria e Beratit ka zbardhur dinamikën e hetimit me fermerin e Dimal dhe 21 ton, dyshimet për hedhjen e treg të mbi 21 ton mandarina me pesticide arrestohen me kërkesë të Prokurorisë Berat fermeri, grumbulluesi dhe inspektori me kërkesë të Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Berat u arrestuan shtetasit me inicialet ET, AD dhe ET për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, shkelje të rregullave për lëndët helmuese, prodhim dhe shitje të ushqimeve dhe lëndëve të rrezikshme për shëndetin apo jetën e njerëzve dhe mashtrim me produktet ushqimore të parashikuara nga nenet 281, 288 dhe 288C. Nga hetimet në kuadër të procedimit penal numër 768 mbi bazë të kallëzimit të bërë nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria e Përgjithshme në Tiranë, pas refuzimit në Kroaci të 21 ton mandarina,
klementine të dyshuara me pesticide. Fosmet rezultoi se produkti është bler nga fermerët e qarkut Berat dhe Sarand. Nga analizat u konstatua se tek kjo sasi mandarinash kishte mbetje pesticidi Fosmet mbi normën e lejuar. Në një kohë kur ky pesticid është hequr nga përdorimi nga viti 2022 dhe nuk lejohet të përdoret, konsumimi i një fruti që përmban mbetje të fosmetit mbi nivelin e lejuar mund të sjellë pasoja për shëndetin e njerëzit, veçanërisht nëse ekspozimi është i përsëritur, pasi fosmeti është një kimikat toksik. Nga hetimet rezultoi se procedura e kthimit të produktit të pasigurt është bërë pa dijenin e AKU dhe fermeri e të tha se ka zgjesuar produktin e kthyer nga operatori i biznesit ushqimor në një vend të pa identifikuar. Vetë fermeri pretendoi se e kishte hedhur mallin në landfillin e bashkisë Dimal, ku ndërkohë nga kqyre rezultoi se nuk ishte asnjë mbetje produkti. Produkte me fosmet, produkte të cilat kanë lënë të rrezikshme elmuse, fermerë të cilët e kanë dinin për këto produkte dhe përsëri i blejnë dhe jedhin në treg. Pra duket tamam si një konspiracion i madh, po që realisht është një vërtetë e madhe dhe tash po e kuptojmë pse kemi kaq shumë kancer, tumor, sëmundje, vdekje prurse. Ne e merr kemi vetë nëpërmjet ushqimit. Edhe e ke parasysh Bledi ajo kënaqësia e madhe që kanë qytetarët kur shkojnë dhe shikojnë kështu njerëz me arka, me demek këto janë të fshatit, janë të freskëta dhe urdhro. Këta që janë fermerë dhe që vinë pikërisht nga zonat e fshatit, marrin produkte të cilat i marrin nga jashtë dhe i marrin pikërisht me këtë intencion negativ, helmimi. E kupton se çfarë kohësh po jetojmë? Si mund shmanget kjo dhe kush është përgjegjësia kryesore, Bledi? Është dogana që në momentin që këto futen në territorin shqiptar, AKU-ja, pra kush nga institucionet e ka detyrimin ligjor që në momentin që këto vinë si importe këtu në Shqipëri? Në fakt, Maksit, duke ndjekur kronikën, nuk më rezultoi që ky ishte një import, por ky ishte një eksport. Eksport i kthyer nga autoritetet e një shteti tuaj, Kroacia, cila ka konstatuar papërshtatshmërinë për konsum, për ushqim, për popullatën, se efektuar dhe ushqim për kafshët, të këtij produkti bujqësor, të këtyre frutave në rastin konkret. Pra çfarë ka ndodhur? Na rezulton që ky produkt është grumbulluar, siç dëgjuam nga kronika, në mos gaboj, në Saran dhe në Berat, ku